Live from Tirana. Live from Tirana. Përshëndetje. Faleminderit edhe të parë që je pjesë e studios përmes linjës së telefonit. I kemi teknologjinë, e kemi në krahun ton. Po, kjo është e mirë. Ama dhe librin, e kemi në krahun ton këtë vit, keni botime të reja, si duken shkrimtarët, janë frymzuar le të themi për të shkruar, për të sjellë gjëra të reja që ndoshta dhe ju I keni botuar. Po, është vërtet, neve kemi botuar gjatë këtyre ditëve dhe po vazhdojmë të nxjerrim gjëra të reja. Tani, të reja në kuptim, të reja që ka të bëjnë me pandeminë, kemi vetëm një libër I cili është shkruar gjatë pandemisë, është shkruar nga Paolo Giordano. Ka shkrimtari që ka më kthehet zëri pak, megjithatë përpiqem që të qëndroj në linjë. Okej. Ky libër është shkruar gjatë pandemisë dhe është një reflektim I shkrimtarit lidhur me se si funksionon pandemia, po në fakt ishte një libër I shumë pritur sepse njerëzit dinin shumë pak, sot din më shumë. Por ajo që ne pastaj vijuam natyrisht duke ndjekur librat e tjerë të shkrimtarëve që ne ndërkohë kemi botuar, për shembull kemi në vijshmëri të botimeve të Isabela Lendes, për shembull që është shkrimtarja jonë shumë e rëndësishme e Kolanës, dhe ajo nga Isabela Lende kemi sjellë librin e tretë të një trilogjie, në fakt që është për fëmijëve të rinj, të zhanrit fantasy. Është një zhanër që ju pëlqen fëmijëve, ju pëlqen natyrisht me aq unë shoh me shqetësim një lloj ulje të numrit të lexuesve të rinj dhe kjo është një gjë jo e këndshme. Mbas edhe ne që promovojmë librat, ju që jeni aty në studio, në media, çdo kush do të bëj sado pak të mundet për ta promovuar leximin e të rinj, sepse në fakt ajo është e ardhmja. Zonja Dudaj, Elios Kerrave doj unë. Duke marrë shkas nga kjo që sapo thatë, cila është përqasja juaj ndaj zhanrit fantashkencë në librat e shkruar? Qasja ime është që është fantashkencë, janë libra vërtet shumë libra inteligjent, libra të bukur, të cilët unë I promovoj dhe në fakt ne kemi botuar jo pak. Le themi fantashkencë, fantashkencë, dhe edhe çka I përket së tashme, dhe fakti sekretërsia për fëmijë për shembull, një libër që do ta quaja fantashkencë, një seri librash, janë librat e Artemis Fowl për shembull, që I njohin fëmijët edhe I pëlqejnë shumë edhe për këtë arsye, sepse aty brenda ndërthuret edhe thrilleri dhe edhe teknologjia, edhe shkenca, një sër gjërash së bashku dhe mbase kjo është arsyeja e suksesit. Edhe e bëjnë shumë interesante. Jo, më shumë ka të bëjë ndoshta për të gjetur mënyra se si mund ta çojmë librin tek lexuesi. Kjo është shumë e rëndësishme. A mendoni se jam e bindur që libri e ka magjin dhe në momentin që ti e merr një libër, ai të rrëmben, të fut brenda është një, le të themi, është një varësi e bukur. Jo, është varësi e bukur që të fut në varësinë e vet dhe pastaj unë nuk ja kam frikën. Domethënë ja sot fillosh ta kapësh në dorë dhe ta fillosh të lexosh. Zonja Dudaj, sa mendoni që është përqafuar ky zhanër në botimet tuaja dhe mendoni që fëmijët apo të rinjt shqiptar janë si mund të them, janë të prirur një stepi kundrejt përveç librit po dhe zhanrit fantashkencë në thelb? Po, do me të thash, unë si botuese e kam përqafuar dhe mendoj që është një gjë e vlefshme, por edhe natyrisht lexuesi shqiptar nuk bën dallim, lexuesi e fëmijët tan janë po ashtu të zhvilluar sa dhe fëmijët po themi në botë dhe janë të përditësuar në kohë reale, do thoja, sepse duke parë filma, duke parë libra, çdo lloj gjëje, qoftë dhe lojrat elektronike. Kështu që ajo që unë do të thoja tani është vetëm një qasje pak më e fortë që duhet vi qoftë nga ne, qoftë nga prindrit, qoftë nga ne botuesit, qoftë nga prindrit, por edhe nga shkolla natyrisht. Dhe shkolla duhet bëj punën e saj të madhe në këtë drejtim. Ndërkohë zonja Dudaj, juve vitin e kaluar keni pasur mundësinë që të publikoni një libër nga Angela Martini. Këtë herë kemi një tjetër personazh shumë të njohur që publikon një libër pikërisht të zhanrit fantashkencë. Ajo është Albana Osmani. E publikon sot, e promovon sot. Qëse juaj në lidhje me këtë përpjekje të Albanës? Mua është qasja ime është që unë I uroj Albanës shumë fat, në fakt librin nuk e kam lexuar, do doja që ta lexoja me kënaqësi. Si ka rënë në dorë akoma?
Jo, nuk më ka rënë në dorë akoma, sepse madje edhe nuk kam dëgjuar shumë. Albana do të bëj përpjekje që ta promovoj sa më shumë. E kam parë vetëm një moment si një lajm news. Po pikërisht sot e kishte. Por nuk më ka rënë në dorë. Megjithatë i uroj shumë fat. Bravo, domethënë për këtë lloj iniciativë dhe publikimin, por edhe sa më shumë libra të botohen, sa më shumë të lexohet, aq më mirë është. Aq më mirë do të jetë për të gjithë ne. E pra ky është edhe një super mesazh që thatë zonja Dudaj. Patjetër, sepse ajo që bën leximi, ajo që bën leximi, jo thjesht leximi, po dhe ndarja e një libri të bukur, është gati një magji që ndodh qoftë me personin që e përjeton kënaqësinë, por edhe me njerëzit përreth. Sepse të lexosh një libër vërtet të ndihmon edhe të ta mbush plot shpirtin, të ndihmon të jesh më i mirë edhe për shoqërinë fund ditës. Mund të duket një çik si patetike, si mesazh. Por është vërtet. Ju falenderoj shumë për prezencën tuaj në studio përmes linjës telefonike, duke dhënë mesazhe të forta sidomos në muajin e librit. Ne shpresojmë të ridëgjojmë përsëri së bashku. Shumë faleminderit. Live from Tirana.